Nuk mundesh me pas një komision të thotë jo, edhe njëjti komision mas 2 muaj 3, prapë me ta kthye ty përgjigjen se ka prapë se gjykata të refuzon. Pajtohet me komisionin. Gjykata e njeh si viktim, e komisioni e refuzon çat rast. Ankesa, nëse refuzohesh si gru që apliku në këtë gruha burr që ke apliku në këtë komision për njohjen e drejtë të statusit, ti nëse e bën ankesën, ankesa shkon apet të njëjtit njerëz. I njëjti komision vasfije po e kçyr ka ankesën. A është kjo e vërtetë? Vërtet. Është shumë e vërtetë edhe nuk e di pse kanë bërë ato, po këtu kush është mirë me ligj, ligji duhet më ndryshu, se kjo nuk është e drejtë për askënd. Ti nuk mundesh me pas një komision të thotë jo, edhe njëjti komision mas 2 muaj 3, prapë me ta kthye ty përgjigjen. Ka disa gra që komisioni po i thotë atë ne, shkoni në gjykatë, puna juaj, shkoni në gjykatë. Ato kanë shkuar në gjykatë. E kanë fituar rastin në gjykatë. Kush merr përgjegjësi që ju ka refuzuar grave statusi? Ka dikush që merr përgjegjësi? Nuk e di kush e merr atë përgjegjësi, po jo të gjitha rastet që shkojnë në gjykatë përfundojnë me vendim të mirë. Ka prapë se gjykata të refuzon. Pajtohet me komisionin. Ka raste që edhe gjykata e njeh si viktim, e komisioni e refuzon çat rast. Ose edhe rishoqohet ai prapë edhe marr vendim të mirë për viktimen.